Po, Besnik. Po, dëgjë, është shumë e rëndësishme të cek diçka. E pam deklaratën e ministrit punëve të jashtme dhe diasporës në detyrë. Aktualisht në Kosovë, shumica e pozitave janë në mënyrë të jashtëligjshme. Qytetarët, unë e kuptoj që jo secili qytetar hyn edhe i lexon aktet ligjore ose pjesën e aspektet juridike. Por aktualisht ne e dim që në momentin e betimit si deputet, të gjitha postet e tjera shuhen. Dhe kur e kemi një kryeministër i cili nuk largohet prej detyrës së tij edhe kur bëhet deputet, sepse në mënyrë logjike detyra i ka lënë mandej zëvendës kryeministrit. Dikush po thotë çish mund ta menejt pa kryeministër, po e ki zëvendës kryeministrin, për këtë arsye janë vendosur pozitat që mos spelon asnjëherë mjegull institucional. Por çka është më e dhëmshme? Ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glaukan Junca thotë kështu. Dhe njëri zëvendës kryeministër thotë, po mos e bëni kaq dramatike. Mos e bëni kaq dramatike shkeljen e Kushtetutës së Republikës Kosovës. E diçka mundet me ndodhë nesër ministrit punëve të jashtme të Kosovës. Në një takim nesër me një nga shtetet mosnjohëse të Kosovës që janë 5 shtetet Bashkimit Evropian, të cilat nuk e njohin Kosovën. Spanja, Greqia, Rumania, Çipro, Slovakia. Në një takim me njërin nga përfaqësuesit e delegacioneve të tyre shteteve, çka do të kërkoj Glaukan Junca prej tyre? Do të kërkoj njohjen e shtetit të Republikës Kosovës, apo? Dhe do ta ketë drejtën e botës antari, përfaqësuesi i atij delegacioni që t'i thotë Glaukan Juncës, cilin shtet me njoftë. Shtetin, kushtetutën e cilës ti e ke shkel me 2 kom. Ktheu të shtëpia shkobani detyrat edhe ktheu. Do të thonë zëvendës kryeministri, ministri i punëve të jashtme kanë përgjegjësi me mbrojt edhe në raste kur dikush mund të mu çorodit atje mrena, ne kemi obligim me ja kthy këto edhe artonit, se edhe na kemi dështuar ditë komplet si shoqëni. Unë nuk po e fajsoj këtu veç ato deputet, këtë si shoqëni kemi dështuar. Se para syve tonë kemi leju me u cënu shteti i Republikës Kosovës. A e di çka do të thonë kjo? Para syve tonë, asnjë reagim se kemi bë. Arsyet janë me dry e mbyllën, po edhe në të kaluamën i kemi pasur mbyllën me dry bre. Na kemi kalu situata si vend shumë atrona. E di që krahasimet paralele nuk janë reale. Normalisht jemi shtet i pavarur dhe i kemi 100 deputet atje që janë shqiptarë dhe pjesa tjetër janë prej pakicave. Para e di çka jemi të fol. Na ja kemi dhënë drejtën sot në këto momente secilit njeri në Kosovë mos më respektumo asnjë ligj, asnjë rregullore, asnjë udhëzim, sepse nuk po respektohet akti më i lartë juridik i shtetit. Dhe këto kush nuk po respekton? Ata që janë të thirrur në emër të popullit, në kushte normale. Prokuroria ish dashme ngrit akt akuzë. Ish dashme ngrit sepse këta njerëz tash janë të rrezikshëm për Kosovën. Besnik, në momentet që po flasim